Kurime martesa e djalit, ka qenë një dasëm shumë e madhe, me mbi 800 persona, kolegët tu, që kanë kënduar pothuajse të gjithë. Më duket si kur e ke shijuar shumë, besoj më shumë se sa dasmën tënde këtë dasëm të djalit, edhe ke parë se sa i nderuar jenë nga kolegët artistë. Si e ke vlerësuar? Drejtën, unë shumë pak kom po ndarësëm, por kur kom po gjërimin që kanë bo, kom vrejt dasmën shtu që ka qenë më të vërtet një dasëm shumë e mirë, po dasma zakonisht, unë tonë jetën jo mundu me kolegë, me s'me lëndu, me kalu mirë dhe për fat mirë, kom me gjithë kolegët raporte, edhe më kanë nderu gjithë që dua përzemësisht i falenderoj më të vërtet, që ka qenë pothuajse 70% e estradës Kosovës që më kanë nderu atë natë. Një mbrëmje që... Kjo do të thotë shumë, kur vjen mbi 70% e estradës e kolegëve të tu do të thotë shumë për respektin që e kanë. Shumë edhe ju këmë donë hapësirën, pothuajse gjithë edhe të këndojnë. Ka qenë labi që ka udheq darsmen edhe kanë pas mundësi gjithë me shiju edhe me kënu, po edhe me bo qetë me valzu. Për fatë mirë dhe restoranti ka qenë adekvat për atë darsëm, se 700 persona, 800 mizoni salër, kush ka qenë një ndatë knaqin. Si ishe dasmat kosovare, Muhamet? Duket se Gjakova ende e ruan traditin edhe është më e mira në dasma, nuk e ti pse mendoj kështu. Unë e kom thonë, Gjakova është e njotën për dasma, edhe rrethina Gjakovës, po hasi e përzrejnë edhe ta i bujnë dasma shumë të mira, po